Dasma shqiptare 2017 paraqet. Unë sapo kam mbushur 30 vjeçe. Kam 9 vite e martuar me burrin tim. Por historia jon ka filluar shumë më herët. Ne kemi qenë në një klasë në gjimnaz. E kam dashur që kur ishim në gjimnaz dhe mendoja se edhe ai ndjente të njëjtën gjë për mua. Pasi mbaruam shkollën, u lidhem dhe nuk vonoj shumë, u martuam kur unë isha vetëm 21 vjeçe. Për vite me radhë besoja se kisha familjen perfekte. Jetonim të qetë, pa debate të mëdha, dhe në shtëpi me ne jetonte edhe babai i tij, pra vjehri im, një njeri shumë i drejtë, që gjithmonë e ka mbajtur shtëpinë në rregull. Por pak kohë më parë, e gjithë bota ime u përmbys. Zbulova rastësisht se burri im kishte një lidhje tjetër. Ishte një goditje shumë e rëndë për mua, sepse nuk e kisha menduar kurrë që njeriu me të cilin isha rritur do të më gënjente në atë formë. Bëm një debat të madh në shtëpi kur e mora vesh. Unë qava dhe i kërkova llogari për gjithçka. E ai fatmirësisht e pranoi gabimin. Më tha se kishte qenë një dobësi e momentit dhe u betua që nuk do të ndodhte më. Për hir të atyre viteve që kishim bashk dhe dashurisë që kisha për të, i thash: do të ta fal vetëm me një kusht, që ajo histori të mbyllet këtu, jo nesër e pas nesër, por sot, dhe nuk dua të dëgjoj kurrë për atë. E ai, pra burri im, më dha fjalën. Më tha se kishte përfunduar gjithçka dhe se donte vetëm familjen e tij, e unë e besova. U mundova ta lë pas kraheve atë ngjarje, megjithse nuk ishte as pak e lehtë. Mendoja se gjërat po ktheheshin në normalitet, por e kisha gabim. Ai e kishte vazhduar lidhjen e tij fshehur meje përsëri. E mbajti të fshehtë për një farë kohe e unë nuk kisha kuptuar asgjë, derisa erdhi dita ime e lindjes, pra ditëlindja ime. Atë natë mendova se do ta kisha të veçantë. Unë mbushja 30 vjeçe, një moshë e rëndësishme për mua. E kisha shpresuar që ai do të bënte diçka për mua, qoftë edhe një darkë të thjeshtë jashtë ose një dhuratë simbolike për të treguar që i vinte keq për atë që kishte ndodhur më parë, e të më vlerësonte sadopak. Unë për vete përgatita një darkë të mirë në shtëpi, e po e prisja atë të kthehej nga puna. Kur erdhi burri, u fut në dhomë, mori çantën e tij të vogël dhe më tha: unë po iki në Durrës. Pse në Durrës? E pyeta unë. E përse sot? Po, thaj, të shkoj në Durrës sepse kam lënë për të luajtur futboll me shokët. Është një lojë që e kemi planifikuar me kohë e unë nuk mund ta anuloj. Ai mori çantën dhe doli nga dera, pa më thënë as gëzuar ditëlindjen, pa asnjë dhuratë, pa asgjë. Mbeta aty, në mes të korridorit, e mbushur me një ndjenjë boshe, e ula në sallon e vetme. Pjatat ishin në tavolinë, dritat i kisha ndezur, por shtëpia me dukej shumë e errët. E vjehrim
i cili kishte qenë në dhomën e tij gjatë atij momenti, doli dhe erdhi në sallon. E ai e pa të gjithë skenën, e ul në koltuk përballë meje. "Me vjen shumë keq për ty, bija ime", me thaj. "Ti nuk e meriton këtë që po të bën." E unë e pash e habitur, pasi nuk e prisja që ai të mbante anën time e jo të djalit e tij. Por ai ka qenë gjithmonë e drejtë dhe thoja, ky po vepron me drejtësi. "Qa të bëj", i thash, "ka ikur të luaj futboll edhe sonte që i kam ditëlindjen." Por vjehri tundi kokën. "Ai nuk ka shkuar në Durrës me shokët", më tha vjehri. "Ai ka dal me atë tjetrën. E dëgjova kur po fliste në telefon sot pas dite në balkon, dhe e la të takohej me te. Me erdhi shumë keq të shihja kështu sonte, në ditën tënde të ditëlindjes, prandaj vendosa të ta tregoj të vërtetën." Kur dëgjova ato fjalë nga babai i tij, mu shem bota për të dytën herë. E nuk ishte me një dyshim, ishte e vërtet. E mora me një herë telefonin e i rash numrit e burrit. Telefoni po i cingronte, por ai nuk e hapte, e i rash përsëri e as një përgjigje. Inati po më mbyste, e unë ndjeva e poshtruar në shtëpinë time në ditën time. E vjehri, unë ngrit nga koltuku i tij, sikur donte të shkonte në dhomë për të më lënë vetëm, por unë ndalova. "T'lutem", i thash, "mos shko të flesh. Jam shumë e mërzitur. Rri me mu këtu në sallon e mos me lër vetëm sonte." E ai u kthye e ul në divan për meje, e ndërsa unë po flisja me zë të lartë e po bërtisja nga që isha mbushur me mlef për gjithçka që po ndodhte. "Po tani çfarë të bëj?", e pyeta. Unë ja dhash një shans dhe e fala. Kjo nuk mund të vazhdoj me kështu. Ose ai do të ndahet nga ajo përfundimisht këtë herë, ose unë do të iki fare. Do të ndahem nga ky njeri dhe nuk do të kthehem më kurrë, i thash vjehrit. Vjehri, i cili më dëgjonte me vëmendje, e me pas, ai u ofrua pak, e më shumë pranë meje, e me hodhi krahun e supë për të më dhënë kurajo. Ishte një përshafim mbrojtës, sikur të më thoshte që më ke mua këtu. "Mos u nxito", më thaj me qetësi. "Unë e di që ti ke të drejtë për çdo gjë, por ne do ta rregullojmë bashkë këtë punë. E bashkë do t'ja mbushim mendjen që ai ta mbyll këtë marrëzi e të kthehet në rrugë të mbar, se përndryshe unë e qes atë nga shtëpia", më tha vjehri. Unë po shikoja në sy. Edhe pse ai ishte shumë i drejtë, unë nuk mund ta besoja. Jo që nuk e besoja vjehrin, por nga që nuk isha me besim tek burri im. "Ç'ke", tha, "do flas unë me te dhe e rregulloj atë punë." E ai vazhdoi të më thoshte fjalë motivuese për të më qetësuar. Më mbante të përqafuar aty në divan, e unë isha e mbi ngarkuar emocionalisht. Inati për burrin që po me gënjente dhe fakti që isha braktisur në atë mënyrë me kishin bërë të humbisja çdo logjik. E kur vjehri e ofroi fytyrën për të më thënë diçka tjetër, e puthi lehtë buzën time. Ishte një veprim shumë i papritur aty. E kur më puthi vjehri buzët, unë se largova, e nga inati i madh që kisha për burrin dhe nga dëshpërimi që ndjeja brenda vetes, më shtyn të reagoja ndryshe. E ja ktheva edhe unë puthjen. E fillova të puthja vjehrin tim me shumë dëshirë, duke e puthur që nga buza e me duar. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni video like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.